Morën me forcë në automjet një 20 vjeçar dhe më pas e dhunuan me qëllim përfitimin e një shumë monetare, ndërsa janë identifikuar shtetasit e implikuar në këtë ngjarje. Policia ka vënë në pranga një nga autorët, ndërsa ka shpallur në kërkim 2 të tjerët. Strukturat hetimore dhe operacionale të drejtorisë vendore të policisë Vlorës, menjëherë pas marrjes së informacionit për një shtetas që e kishin marrë me forcë në automjet, organizuan punën për identifikimin, lokalizimin si dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Falë reagimit dhe veprimeve të shpejta hetimore të kryera në kuadër të operacionit policor të koduar Strike 2, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit kapën dhe arrestuan në flagrans një shtetas me iniciale BH 24 vjeç banues në fshatin Risili i Vlorë, si dhe shpallën në kërkim policor shtetasit me iniciale RL 30 vjeç dhe LK 34 vjeç vëllezër, të dy banues në fshatin Risili të Vlorës. Nga hetimet paraprake dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin morën me forcë në automjetin në përdorim të dy vëllezërve një 20 vjeçar e më pas e kanë çuar në një ambient të veçuar ku edhe kanë ushtruar dhunë ndaj tij me qëllim përfitimin e shumës monetare prej 6.000 euro. Policia bën me dije se vijon puna në bashkëpunim me prokurorin për dokumentimin e plotë të ligjor të ngjarjes, si dhe për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim.